Mimo, sot ju jeni bërë protagoniste e lajmeve mbas protestës së mëngjesit. Cili është komenti juaj për këtë? Pa dashje. Kam qenë protagoniste në shumë ngjarje të vendit, por nuk kam qëllim dhe nuk jam bërë asnjëherë protagoniste për mediat. Këtë herë shpëtoj, doli. Kryeministri Rama ka akuzuar se protesta e sotme është organizuar nga PD. Mos jaj PD-s, dhe asnjë nga ata që ishin me mua nuk janë PD-s. Dhe kryeministri Rama këtë e di mirë nga të gjithë. Siç duket është varianti komunist që ai që nuk është me mua është armiku im. Mediat sot kanë njoftuar se ju keni qenë pjesëtare e grevës së urisë së Partisë Socialiste në bulevard dhe njëkohësisht keni qenë edhe një nga protestuesit e 21 janarit. Janë të vërteta? Po, janë të vërteta. Janë të vërteta që unë kam qenë pjesëmarrëse në grevën e urisë të organizuar nga Partia Socialiste për të drejtën kushtetuese të votës dhe unë ju bashkova kësaj greve për të drejtën kushtetuese të pronës. Në 21 janar jam dëshmitare e atyre që ndodhen dhe jam ajo që kam ndihmuar ose kam asistuar vdekjen e Kuranit të qelluar dhe të them të drejtën kam qenë e vetme aty pas një antar të PS-s dhe të qark. Në atë moment të gjithë udhëheqësit e PS-s ishin të zhdukur. Aty kishte vënë popull të lënë të abandonuar pa udhëheqje. Si gjykoni veprimet e kryetarit të bashkisë për ndërtimet në park? Shumë arbitrare. Kryetari i bashkisë është komplet po zhvillohet si një figurë që është komplet gënjeshtra e asaj që ai paraqiti gjatë fushatës, nga një njeri masovik, nga një njeri popullor që bisedonte me të gjithë, tash po u kthen krah të gjithëve. Ne si shoqëri civile para një jave bëm një kërkesë nga bashkia për të penguar punimet në parkun e Lodrave, i cili është komplet i palishëm, sepse mungon transparenca dhe thyen të gjitha, nuk ka asnjë studim, nuk ka asnjë gjë. Sot ne ishim përsëri atje për të bërë pikërisht të transparencë dhe për të kërkuam Erion Velin të takonte dhe ai domethënë ai ignoron në mënyrën më pa edukat. Çfarë komenti keni për reagimin e policisë gjatë Ishte e frikshme, ditës së sotme? ishte e dhimbshme. Dhe më kujtoi dhunën e 21 janarit. Dhe nëse vazhdojmë, po siç kemi filluar deri tani, jemi në një diktaturë. Një diktaturë dhune që nuk ka asnjë emër, se diktaturat kanë përgjithësi një emër, komuniste, fashiste, naziste. Kjo është një diktaturë hejdutërisë. Si shikoni të ardhmen? Nëse populli shqiptar nuk ndërgjegjësohet së fundi dhe vazhdojmë akoma me këtë ngërç na ka zënë, me këtë nuk bëhet, nuk kemi ç'bëjmë, ne jemi destinuar të vdesim. Dhe tashi është përpjekja e fundit, o do groposemi të gjallë, o do rilni me njerëz si kom. Faleminderit.